Rrugët e mbetura rrugëve, një shprehje kjo e cila në fillim duket si një lojë fjalësh e përdorur nga kryeministri Edi Rama për të sulmuar paraardhësin e tij në krye të qeverisë, merr sot më shumë kuptim se kurrë. Juglindja është në një gjendje të paralizuar, kjo për shkak të dëmtimit të urës që ndodhet tek arrat e Gurrës, me segmentin Çukës, Xhaf Ploç, po ashtu edhe Maliç në Gramsh, segmente dhe kalimtar të bllokuar. Shqipërinë që i ka syt nga Bashkimi Evropian, nga realiteti i përditshëm, duket se ky synim do jetë më larg se kurrë. Sot jemi për të diskutuar në lidhje me këtë problematik me zotin Artur Sulçe, ekspert i sigurisë rrugore. Zoti Artur Sulçe, a mund të ishte ky fenomen i parandaluar, duke qenë se ne kemi institutin e urave i cili pikërisht analizon gjendjen e kësaj lloji tipologjie infrastrukturore. Pse arritëm sipas jush në këtë pikë? Faleminderit për ftesën e para. Por përveç institutit urave, unë di që kur kalojnë në rrugë të caktuara, në urat për caktuara, kur kalojnë mjete mbi normë, atëherë jepet një lej për të zgjedhur itinerararin në mënyrë që mos dëmtohet. Por nga fusha ime si auditues i sigurisë rrugore, kam vënë re që në këndvështrimin e mirëmbajtjes si për urat, si për rrugët tona, interurbane kryesore, apo dhe interurbane dytësore, kemi konstatuar që nuk janë në nivelin e duhur. Ky është dhe fakti që her pas here ka pas cedime, ka pas dhe problematik me to. Po kështu dhe rrugë të tjera të reja të cilët janë ndërtuar nuk kanë qenë brenda cilësisë ose brenda standardit që ka përcaktuar shteti shqiptar, që është VKM 628 e vitit 2015, ku përcaktohen standardet mënyrat e bërjes së rrugëve. Por në këtë këndvështrim, teknicienët dhe mirëmbajtja, sepse mjafton ta bësh, por kërkohet më shumë mirëmbajtja, kërkon dhe ajo vlerën e vet, ka kostën e vet, në mënyrë që performanca e rrugës dhe urave të jetë në nivelin e duhur dhe brenda standardit sigurisë rrugore. Konstatojmë në rastin përkatës që nuk është thjesht ura, po ju e keni parë që po ndërtohet një rrugë e re dhe gjitha rrugë po bie nga dita në ditë. Pra, studimet gjeologjike, studimet gjeostrukturore të vendit ku kalon gjurma, ku ndërtohet rruga, nuk përputhet me standardin e VKM 628 të vitit 2015 për ndërtimin e rrugëve. Nëse këto të dyja nuk do shkojnë në harmoni me njëra tjetrën, do kemi gjithmonë probleme. Dhe është habitshme që po ndodhin nga dita në ditë. Kështu që nuk është ajo fjalë që rrugët janë lërë rrugëve. Me rrugët për nuk u more. Është si punë e pushtetit. Nëse e merr pushtetin dhe nuk punon, i bi që gjithmonë do të dalin skandale dhe gjëra më radhë. E njëjta gjë është me rrugët, e njëjta gjë formulës për gjithë jetën. Në këndvështrimin mund të marrësh një pushtet, mund të marrësh një mirëmbajtje, mund të marrësh të fillosh bësh një punë, nëse nuk e bën brenda standardeve, atëherë do vi momenti që kjo punë do të kthehet në bumerang. Kjo ka ardhur sot. Autoriteti rrugor shqiptar, drejtori Ami Kozeli, ja ka atribuar fajin se fakti që ura është prishur, fakti që ajo është në një rrjedhë lumore. Sipas gjykimit tuaj, për këtë si arsye shin shkaq natyrore apo gërryrja e Kjo është për të ardhur keq një gjykim i tillë. Domethënë nuk është profesional për arsyen e vetme, sepse ne shikojmë sot që në çdo vend botës po ndërtohet në det, ura shumë të mëdha, po ndërtohen në lumen, ato nuk bien. Pastaj ne kemi urën e Zogut, që është në map, mbi lumin map, që kur është ndërtuar dhe vazhdon të qëndrojë. Po sot nuk është funksionabile sepse nuk është bërë konstruktimi i saj. Pra në këtë këndvështrim, këto janë arsyetime që jo profesionale për një person i cili është në një institucion të tillë që është. Rruga alternative, Librasht, Spathar, rruga antike, Ignatia, Dar dhe Otolisht mbeten një vetmi segment që lidhet me Tiranën. Por edhe ajo mund të themi që ka pika të zeza. A rrezikohet siguria rrugore nga qarkullimi i shtuar i automjeteve? Është krejt normale sepse për sa kohë ke trafik, përveç se ke trafik,
qëndrimin trafik i shumë përdoruesve të rrugës i kthen ata në agresiv. Dhe duke u kthyer në agresiv në një moment caktuar mund të bëjë një parakalim të gabuar, një diçka të tillë jo korrekt dhe kjo mund ta çojë atë në një aksident rrugor. Para relativisht duke pasur një trafik të lartë, këto janë vulnerabël në përfshirjen në aksident rrugor. Po njerëzit e sëmur që mund t'i drejtohen Tiranës për të u kuruar, si ja bëjnë? Na duhet të kishim një zgjidhje alternative më të shpejtë për këtë? Po, krejt normale. Ato helikopterët me cilë lëvizin qeveritarë, s'do të lëvizin më me helikopter, po të presin dhe ata atje në trafik, me qenë se i kanë sjellë të gjëra, dhe të smurë të lëvizin me helikopter për të sjellë pranë spitaleve për ndihmën e tyre të shpejtë. Ky nuk është aksi i parë rrugor që ka degraduar. Mund të marrim për shembull rastin e rrugës Qukës, Qafploç, apo edhe segmente të tjera ku ka pasur çarje të asfaltit apo edhe shkarje e dherash. Pse kjo në gjykimin tuaj? Ju thash edhe një herë, për sa kohë nuk zbatohet standardi për rindërtimin dhe për ndërtimin e rrugëve, që është VKM 628 e vitit 2015, i cili është një huazim i standardit të Bashkimit Evropian dhe standardit ashto për ndërtimin e rrugëve, standardi ndërtimit të rrugëve, dhe nuk shoqërohet kjo me studimet gjeostrukturore, dhe këto të dyja nuk janë harmoni me njëra tjetrën, krejt normale që të ndodhin këto gjëra. Pra, është si nëse do themi, nëse unë ju jap një ekuacion matematikor për ta zgjidhur ju dhe nuk ju jap parametrat x, y, z në funksion të çfarë ekuacioni është, nuk ju jap parametrat për të zvendësuar, ju s'keni si ta zgjidhni. Pra, e njëjta gjë është, për sa kohë nuk ja bërë këto studime strukturore përpara, nuk është dhënë një visto dhe nuk janë dhënë mendime shkencore, pra kanë rezultuar këto elemente. Siç ndodh sa herë ka kriza, individ të caktuar mundojnë që të krijojnë, të fitojnë para nëpërmjet këtyre situatave. Në rrjetet sociale qarkullojnë faqe të ndryshme, si për shembull shërbimi udhëtimi nga Juglindja drejt kryeqytetit ose Anasjelltas. A përbën kjo një rrezikshmëri? Tregu është rregullatori më i mirë dhe është krejt normale që njerëzit duan të lëvizin dhe po ju them diçka, 1/5 e lëvizjes së njeriut është lëvizje e brendshme që kërkon vetë organizmi i njeriut. Pjesa tjetër lidhet me punën, lidhet me problematikën që ka vetë njeriu. Në këtë këmbvështrim, sa kohë tregu kërkon një diçka të tillë, kjo do mbushet, nuk do lihet e zbrazët. Aksi i vetëm rrugor tashmë i mbetur është Librasht Pogradec, i cili lidh edhe ose më saktë është arteria kryesore për transportin e madrave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Si ndikon kjo bllokadë? Ky korridori 8 ka qenë gjithmonë një korridor i cili është studiuar shumë herët, që në momentin e parë që ka filluar për të ndërtuar, por asnjëherë nuk u çuar në nivelin dhe në elementet sigurisë së duhur dhe të ndërtohesh brenda parametrave të mirë teknik, duke parë kushtet, trajektoren e rrugës, zonën ku ishte ndërtuar, fluksin e madhër gjithë me radhë. Në këtë këmbvështrim ishte kjo arteria e re, e cila nuk po mbaron akoma. Ka kohë që ka filluar, siç e kemi ne fillojmë sot dhe vazhdojmë kur të mbarohen, kur të plagët do mbarohen të rrugë. Atëherë, nëse këto rrugë nuk bëhen në kohë dhe nuk bëhen brenda parametrave të sigurisë dhe si në projektim, ashtu dhe në zbatim, atëherë gjithmonë do kemi problematikë të tillë teknike, të cilët do sillin këto dëmtimin e rrugës dhe shumë problematika të tjera të cilat lidhen me sigurinë rrugore. Brenda vitit 2027, Shqipëria supozohej që të mbyllë negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe të integrohet në vitin 2030. A mund të bashkohemi ne familjes evropiane me këtë pasiguri rrugore? Ne nuk kemi vetëm pasigurinë rrugore. Këtu janë marrë disa nisma, është një këshill që u digjet nga kryeministri, ndër ministror, që u digjet nga kryeministri për sigurinë rrugore, që duhet mbledhur një herë në vit, që në 2013 që këto kanë marrë pushtetin, janë mbledhur vetëm një herë dhe s'e mbledh më. Pra, sigurinë rrugore shikojnë një statistik apo dhe aksident rrugor shikojnë vetëm si një statistik të asnjë më shumë. Për sa kohë do shikohet si statistik, po jo si kujdes për njerëzit, atëherë ju e kuptoni
që sa afër apo larg do jemi ne në siguria rrugore që ofron Bashkimi Evropian. Zoti Artur Sulçe, faleminderit për përgjigjet tuaja. Faleminderit ju.